Ta që s'kanë votu, po dëshiroj një politikë tjetër, korrekte, profesionale, të cilë nuk e kena. Ndërsa këta që kanë votu, po dëshirojnë defa, po pajtoj me ty bukumi marë që ta tjerë... A mirë, dhe ta shfolën për këta me të pola. Qa po thot Rashiti është që nëse ka fitus në këto zgjedhje është AK, a ka fitus tjerë? Aja është survive, është bjetis, nuk është fitus, është bjetis. Jo është fitus që ka marrë votë shumë a shumë se zotë Ramos Haradinaj kërë ka dhejsh partinë. Erun demokracinë dhe elektorati Aleancës e ka respektu opozit bërjen e Ramos Haradinajt dhe ndryshimin e leadershipit të Ardian Gjini dhe e ka rrit pak votën, por foti soj është se ka trup më të vogël elektoral dhe pragu ka qenë më i vogël. Megjithatë, kja është mirë, por është për mbjetis. Atëhera ka fitus në qëto zgjedhje? Jo, absolutisht. Absolutisht për kur së është fitus. Unë nuk e din, për LDK do të ketë me njerën të shime, veç e pra lajmëroj Bedre Hamza, në LDK ka një rritje shumë të vogël, të zbet, dhe pse me nejën e ka hunë bashkë se Vjosa Osmani, edhe se u këthy në LDK, e gjitha deklaratat i ka pos, duke shpjeguar se me vlerësante një ditë me vlerësante, pra, kur dëshirani ta ndërrani pushtetin, apo të arrim diçka më të lartë, ju nuk duhet të silni si para shefit, pra, edhe se ishte në LDK, silni si para shefit. Specifikisht për se cilin subjekt politik, me që fillove për LDK, a u vrejt efekti Osmani ose i binomit Osmani Abdigjiku në këto zgjedhje? Jo, nuk është zgjidhje për LDK-n. Menoj që LDK-ja ka nevojë për një leadership 3, e cili ma Vjosa dhe Abdigjiku nuk janë lojtarë kryesor për ta shembur Albin Kurtin. Në PDK do të ketë gjithsesi ndryshime, e vetëm është Aleanca që ka arrit me... Po, do të flasim për